Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj të flas për dyshe në fakt që janë më të komentuar. Konkretisht, do të thënë të flasim për një marrëdhënie që në fakt po përflitet shumë rreth Ledionit edhe Sarës. Në shumicën e rasteve ndjekësit, nga që Ledioni dhe Sara nuk është se kanë komentuar titujt, nuk është se kanë komentuar viralitetin në fakt që u shkruajt për ato, në shumicën e rasteve njerëzit dyshojnë që kjo marrëdhënie dhe kjo histori e ndërtuar ka një prapavi të madhe, do me thënë historia e tyre e dashurisë ka përfunduar, emocionet e tyre kanë përfunduar dhe dyshja është duke e mbajtur marrëdhënien vetëm për interesat e televizionit. Do me thënë nuk janë çift, por e kanë këtë marrëdhënie në interes të televizionit. Ka qenë shumë si temë e përfolur, ka qenë shumë si temë e komentuar, por kjo është pikpyetja e madhe në fakt që ka të bëjë mes Sarës edhe Ledionit. Unë kam në mënyrë të detajuar, le të themi kam investiguar këtë marrëdhënie. Kam arritur që të marr informacione, kam pyetur sepse unë nuk pres që Ledioni dhe Sara të jenë aktiv në rrjetet sociale, të postojnë për ditëshmërinë e tyre, sepse ato nuk janë personazhe publik VIP në kuptimin siç janë artistët, ato nuk janë artistë. Ledioni është moderator, mund ta themi që edhe mund të përdorën Instagramin, edhe mund të bën jetën publike etj, por Sara dallon. Do të thënë Sara është një producente, është një drejtuese një televizioni shumë të madh, po vetë fakti i pasurisë që ato e gëzojnë e ka bërë Sarën që Sara të jetë e përfolur dhe të jetë në fakt e komentuar në të gjithë rrugtimin e saj. Nga informacionet që unë kam arritur, do me thënë të siguroj për çiftin, të gjitha ato thashe theme, të gjitha ato zëra që në fakt kanë dalur që vitin e kaluar për një krisje në marrëdhënien e tyre, për një krisje në dashurinë e tyre, janë në kuadër të thashe themeve dhe të hamencimeve. Do me thënë, nuk janë në kuadër të së vërtetës, nuk janë në kuadër të fakti që do me thënë janë gjëra të sigurta, po janë thjesht hamencime të cilat janë përfolur dhe vazhdojnë të përfliten për këtë dyshe që në thelb do me thënë kanë shumë komentime. Dyshja ka një raport fantastik, ka një raport jashtëzakonisht të mirë, do me thënë marrëdhënia e tyre është shumë e bukur, marrëdhënia e tyre është shumë njerëzore, marrëdhënia e tyre është shumë natyrale dhe po kalojnë mirë me njëri tjetrin. Nuk është se i mban vetëm interesi i televizionit, sepse ato televizionin tashmë nuk e kanë interes, por e kanë detyrë, por marrëdhënia e tyre është fantastike, kështu që do të thënë të gjithë lajmet që fliten për këtë dyshe janë thjesht thashe theme.